për prodhimin e ullirit si vjet. Si ka qenë? Ka pas problematika, mungesë të tij, çfarë? Këtë vit, nga sa pritej, prodhimi i ullirit në rang kombëtar është më i ulët se sa pritshmëria që ishte. Ka ndikuar kushtet klimaterike, sidomos në periudhën e lulëzimit. Pranvera këtë vit filloi me temperatura të larta jashtë normales dhe u shoqërua me temperatura të ulta, gjë që ka ndikuar në lule formimin e ullirit themi dhe më pas në pjalmimin dhe në lidhjen e frutave. Përveç këtyre, sektori i ullirit në vitet e fundit, përveç kushteve klimaterike, po ndjen dhe mungesën e shërbimeve. Veçanërisht po shtohen disa sëmundje që kanë qenë më pak të njohura, siç janë lebroza që njihet në frutit, që shkakton rrëzimin e frutit të ullirit, por dhe sëmundjet që kanë qenë që njihen, siç është syri i pallojit që shkakton dëm të madh me ndikim në prodhim dhe në rendiment, për shkak sepse rrëzon gjethen që është si themi prodhuesi i lëndëve organike, themi mushkëria e ullirit apo dhe duke rrëzuar gjethen, bima nuk ka mundësi që të përballojë veçanërisht në momentin e lulëzimit, pavarësisht se ulliri lulëzon, ka lule, por nuk arrin të lidhi fruta. Kjo është mungesë që vihet re gjithandej, qoftë në ullishtet e vjetra, qoftë në ullishtet e reja. Një pjesë e kultivarëve, veçanërisht kultivarët autokton të mbjella jashtë zonës, sidomos kalinjoti që mbjell në fush apo në zona që në pranverë dëmtohen nga lagështia, në kushtet e mungesës për trajtimet e këtyre sëmundjeve të syrit pallojit, cerkosporiozës, shkakton dëme në sasinë e prodhimit. Përveç këtyre, temperatura dhe ndryshimi i klimës ka sjell ndikimin e saj në këtë prodhimtari. Nëse flasim në gjithë këtë problematikë, cilët varietete mund të themi që kanë dhënë diçka më shumë këtë vit? Nuk mund të themi se unë e them në tërësi, nuk mund të themi që një kultivar shkon mirë apo ato kanë specifikat e tyre, por po t'ju shërbesh nuk është faji i kultivarit, është faji i shërbimeve që ndodhin. Me që jemi në këtë periudhë tani të vjeljes edhe të realizimit të vajit e të fryteve të vitit, është e rekomandueshme që të mos pritet të rrëzohet ulliri, por këtë vit ka dhe pak infeksion nga miza e ullirit, që është një nga shkaktarët që rrëzon. Sa i takon cilësisë, dihet që miza e ullirit ul cilësinë e vajit, por studimet kanë treguar që nëse vilet dhe çohet periudha nga vjelja deri në ekstrahtimin e vajit, është shumë e shkurtër ndikimi i saj në cilësi, të paktën në pjesën sa mund të ruhet, është më i zvoglohet domethënë ky ndikimi. Do të kemi mungesë të vajit për të furnizuar tregun vendas apo si e mendon? Jo, sa i takon tregu këtu tek ne ka vite që sidomos këto ullishtet e reja kanë shtuar sasinë e prodhimit, pavarësisht kërkesës në treg që ka në rritje për vajin e ullirit për shkak të kulturës që po merr konsumatori jon për të konsumuar vajin e ullirit. Vaji pothuajse sigurohet në vend nga prodhimi që kemi. Ne kemi qenë vitet e fundit eksportues dhe kemi mundësi potenciale shumë dha për të eksportuar, po të rritet prodhimi, të merret prodhimi brenda parametrave normal të prodhimit të ullishteve, Shqipëria do jetë një nga eksportuesit në rajon. Emër mjemër? Adhurim Lazaj, specialist. Okay.